të marrim pak kohë për të studiuar fjalët e Perëndisë së bashku. Kur lexojmë Gjoni kapitulli 10 vargu i 30, ai thotë: Unë dhe ati jemi një. Prandaj judenjt morën përsëri gur për ta vrarë me gur. A nuk ishin judenjt ata që prisnin ardhjen e Mesis? Ata kishin pritshmëri të mëdha, duke menduar, kur Mesia të vijë në këtë tokë, ai do të na çlirojë nga duart e romakëve dhe shtypja e tyre dhe ai do të vendosë një mbretëri të madhe të Perëndisë në këtë tokë. Edhe pse Jezusi ju shfaq drejt për drejt atyre duke thënë: Unë jam Mesia që erdha në këtë tokë. Unë jam Perëndia juaj. Të gjithë judenjt morën gur për ta gjuajtur me gur. Meqense ata kishin imagjinatën e tyre se si do të vinte Perëndia, ata nuk mund ta pranonin Jezusin që erdhi në mish, i cili ishte në kundërshtim me pritjet e tyre. Për këtë arsye, ata ngritën gur duke e kundërshtuar atë. Le të vazhdojmë të lexojmë. Jezusi u përgjigj atyre: Ju tregova shumë vepra të mira nga Ati im, për cilën nga këto më vrisni me gur? Judenjt u përgjigjen duke thënë: Ne nuk të vrasim me gur për asnjë vepër të mirë, po për blasfemi, dhe sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten Perëndi. Në imagjinatën e tyre, ata mendonin se Perëndia do të vinte në një pamje të shuar, kështu që askush nuk do të guxonte as t'i afrohej atij dhe kushdo që e shite atë do ta njihte menjëherë. Megjithatë, nuk ishte kështu fare. Kur Jezusi tha, Unë dhe Ati jemi një, të gjithë judenjt që e rrethonin, morën gur për ta gjuajtur me gur. Pra, Krishti i pyeti ata: Pse doni të më gjuani me gur? Atëherë judenjt u përgjigjen: Si mund të pretendosh se je vetë Perëndia, ti që je një njeri i thjeshtë? Meqense Jezusi e dinte tashmë se judenjt kishin këto lloj mendimesh, ai tha: Lum ai që nuk bie larg për shkakun tim. Për shkak të mëkatit ton, ai u bën në ngjashmëri njeriu dhe jetoi një jetë kaq të përulur dhe sakrifikuese. Megjithatë, njerëzit menduan vetëm: Si mund të vijë Perëndia si një njeri i thjeshtë? Ne mund ta shohim këtë histori ku judenjt e akuzuan Jezusin se po blasfemonte Perëndin dhe u përpoqën ta gjuanin me gur. Më lejoni ta përfundoj predikimin. Faleminderit.